Mirëmëngjes. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për 8 pyetje që na drejtoni ju në për platforma ndryshme siç është Instagrami, Facebooku, TikToku, po dhe ato që ka numrin tim. Një pyetje është cila është historia ime personale që më çon në rrugën drejt hipnoterapisë, pra hipnozës dhe NLP-s. Gjithmonë kam qenë interesu për mendjen dhe trupin e njeriut, pra gjithmonë me idenë që gjithçka të jetë e balancuar, pasi jam marrë me sport që fëmijë i vogël. Përvojat e mia me stresin, ankthin, si dhe sfidat e ndryshme në jetën time personale, më bën që të kërkoj zgjidhje më të thella. Edhe një libër që e kam pas lexuar shumë herët nga një shqiptar i Kosovës për hipnozën. Kjo më mbështyvi dhe si fillim e kam provu vetë hipnozën tek vetja dhe kuptova që kjo është diçka shumë frydhonse për njeriu. Një pyetje tjetër është cili është momenti kur ke kuptuar që do bësh video krijuese me përmbajtjen YouTube. Momenti që ndava menjen të ndaja njohurit me njerëzit në video ishte pas disa herësh me shokët mi dhe këto ku ndalin për tema ndryshme. Shumë prej tyre më sugjeruan, po ashtu dhe mjeshtrat e mi që jam trajnuar si dhe në seminare dhe kudo, të gjithë më kanë shtyr bo një zonë për shkak se të gjithë e shifnin ndikimin që kisha tek njerëzit përreth dhe me klientët që kam bo hipnozën, duke di që kam lexuar dhe shumë libra, kjo më shtyni. Si ka ndryshuar jeta kur ke fillu në këtë rrugë tim për YouTube? Kam mësuar të jem më i disiplinuar dhe më i hapur ndaj kritikave. Një pyetje tjetër është a do futesh në Big Brother, pasi çdo njeri që fillon me video dhe me foto apo gjëra ndryshme në rrjetet sociale që komunikon pak më shumë, vendosin të shkojnë në Big Brother. E me shaka bëjmë, me shokët e këto themi, po do hikim te edhe për këto që është ajo për puthën e këto. Nuk e di, nuk jam fort, nuk më pëlqen shumë me qenë 24 orë në vëzhgim, pasi jam pak që i kam qef pak atë jetën personale, nuk e di, nuk e thom dot. Një pyetje tjetër është çfarë është qëllimi jot afatgjat me YouTube-in edhe me rrjetet sociale. Atëherë ky qëllimi kur e kam nis këtë YouTube, duke bërë parasysh që i ngarku me punë, shkolla, rrjeta, ishte pak a shumë edhe si një kontribim për shtetin tim, pasi shumë këto anglisë më kanë kërkuar që ta bëj një YouTube në anglisht, që në të ardhmen mund të kthehem ndoshta ose te ky YouTube që kemi hapur ose dhe i tjetër për të bërë tema më të thella për anglisht, pasi bota është më e madhe, më këto. Si dhe kam menduar, domethënë, në të ardhmen për disa kurse për diku drejt për drejt tek njerëz që kanë probleme si për shëndetin fizik, mendor, po ashtu dhe shpirtëror, që të krijoj një transformim tek njerëzit, pasi e kam pa dhe me klientët që kam bo. Një pyetje tjetër është cila ka qenë përvoja jote e parë me hipnoterapi dhe si ndryshoi ajo. Siç i thash edhe më sipër, për herë të parë kam provu vetë, isha shumë skeptik, informacioni shumë i ullët në
rrethin tim shoqëror për hipnozën. Disa më thonin që është për magjistarët, disa merr kontrollin e menjës, të komandojë tjetri, kjo. Por u befasova, nga fakti se sa fuqishme ishte mendja ime në ndryshimin e ndjenjave dhe sjelljeve të mia. Një pyetje tjetër është për numrat. Nga disa vajzat janë më kurioztare. Si e kuptoj unë për numrat? Atëherë unë jam pak besoj në hyjnoren në Zot. Por në shumë libra që më kanë rënë në dorë, që kam lexuar libra shumë të thellë dhe të fuqishëm nga njerëz tepër të mëdhenj botës, thuhet që Zoti ka folë me njeriu me anë të numrave, duke dalë edhe tek Farbucci, Italiani dhe shumë, edhe duke lexuar anatominë e trupit, që trupi ka një strukturë që të gjitha indet tona dhe gjithçka që jemi të kriju bazohet mbi numra, si tek shtat lëkurat, si tek kocat, si tek gjithçka lidhet me numrat. Kështu që besoj shumë që edhe Zoti ka folë me numra, me njeriu. Një pyetje tjetër është: a ka lidhje mes hipnozës dhe besimit fitar? Siç e thash edhe më sipër, edhe unë kur kam nis të morr informacion për hipnozën, shumë njerëz më demoralizonin apo më jepnin idenë që jo, po magji, jo kjo, jo ajo. Hipnoterapia nuk është kundër besimit, madje të gjithë imamët ose priftërinjt, të gjithë janë të trajnuar për të qenë sa më hipnotik.